Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Sot kemi kënaqësinë me dy zonja të nderuar të artit dhe letërsisë lushnjare, të cilat kanë dhënë një kontribut të çmuar në ngritjen dhe zhvillimin e shoqatës së lidhjes shkrimtare dhe artistëve në qytetin e Lushnjës. Zonja Emine Boriçi, mësuese e gjuhës dhe letërsisë, autore e 2 librave dhe kryetare e shoqatës, si dhe Elona Tabaku, mësuese prej 17 vitesh, sekretare e shoqatës dhe autore dhe 5 librave. Së bashku kanë sjellë projektet, aktivitetet letrare dhe kanë bashkuar krijuesit nga Lushnja, Shqipëria, Kosova dhe më gjerë. Mirë se erdhët në emisionin tonë të kësaj të shtunë në Personazhe në Fokus. Faleminderit që jeni pjesë në këtë natë ku të gjithë audienca e emisionit Personazhe në Fokus jeni ju ato që do shprehni dhe që do bisedojmë së bashku për të treguar jo vetëm shkrimet, por dhe ngritjen e kësaj shoqate në qytetin e Lushnjës. Faleminderit edhe një herë Emine, faleminderit edhe një herë Elona. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit Çmi, ju falenderoj personalisht për të gjithë kontributin tuaj në komunitet, për të dhënë vlerat dhe për të përcjellë mesazhe siç është mesazhi i ditës së sotme. Normalisht falënderimi i veçantë vjen edhe TV Apollonit që jep këtë lloj iniciative për të marrë në fokus, apo do të thosha më së miri për të marrë në qendër të vëmendjes shoqata të ndryshme të cilat japin kontribut në art dhe sidomos në letërsi, që specifikisht kjo e fundit në përket neve. Pikërisht para se të kalojmë këto pyetje tona një pas njëshme, unë do të thoj edhe diçka tjetër. Së bashku ju keni sjellë projekte letrare dhe aktivitete të ndryshme për krijuesit në qytetin e Lushnjës, ashtu si në Kosovë, ashtu si dhe më gjerë, ku keni ftuar shumë shkrimtar dhe poet dhe keni organizuar aktivitete të mëdha. Dhe një pas një pyetje tona do vinë duke na treguar ju çka keni organizuar dhe çka keni vendosur për t'i dhënë atë emrin në qytetin e Lushnjës, pasi Lushnja kishte mungesë në pjesën e organizimit të poetëve të vjetër, të poetëve të ri. Dhe si lindi ideja për ngritjen e shoqatës së lidhjes dhe shkrimtarëve të artistëve në qytetin e Lushnjës. Do të drejtojmë juve Emine para si kryetare, pastaj do rikthehem te Elona si sekretare. Patjetër. Çemi, duke qenë që letërsia është një spektër i gjerë studimi dhe normalisht pa letërsi, pa varg, pa një jehon të gjerë të letërsisë, është e vështirë që një qytet të frymojë në art dhe në kulturë. Çdo sferë në të gjendet letërsia, në të gjendet vargu, në të gjendet shprehësia. Faktikisht do jap që komuniteti ti tregoja pak pjesën e revistës, për të cilën nis revista e 50 vjetorit, ne organizuam një pjesë të lidhjes kur e morëm, organizuam 50 vjetorin e saj dhe nis me Murat Nexhën dhe duke përfunduar tek Halil Jaçellari. Zoti Kozmagjini e rimori pjesën e lidhjes, por me të ashtu quajturin union, pra duke e larguar paksa fokusin nga çështja e lidhjes. Dhe pas një jehone që u mor pjesa e unionit, pjesa e lidhjes u la në çështje qetësie, pra në çështje të përgjumur. Aktivitetet të cilat ne jemi munduar ti organizojmë është pikërisht që fokusi të jetë lidhja, të jetë pikërisht ai zë që ishte i fjetur që në kohën e Halil Jaçellarit. Faktikisht këtë dua t'ju dhuroj dhe do të falenderoj dhe unë do ta bëj për teleshikuesit që ndjekin emisionin Personazhe në Fokus, pikërisht zonja Emine është ajo që i ka dhënë disa hapa të shpejta qytetit Lushnjës në ringritjen e kësaj shoqate për t'i dhënë johon zërit dhe penës lushnjare, pasi ju e keni bërë në mënyrë shumë të shkëlqyer Emine. Të gjithë ne së bashku si kryesi jemi munduar që të japim jehonën e madhe që ajo ka sot. Normalisht ne vim me 2 revista, një që e kemi titulluar, të lutem, Lushnja, Art, Histori dhe Tradita, dhe në një moment të dytë e ndryshuam emërtesën e saj dhe kaluam tek Magjia e fjalës, që është e njëjta vazhd dhe i njëjti linearitet në formën e të shprehurit në të dyja revistat. Dhe këtu pas keni shumë personalitete, paktën të qytetit që unë i njoh dhe nga arti, nga kultura, poet, shkrimtar, që unë përsëri do t'i fokusoj te kamera jonë për të thënë teleshikuesit e emisionit që Lushnja ka gjithçka.
Jo vetëm jemi ne, po ka shumë Emine, ka shumë Elona, ka shumë njerëz që kontribuojnë. Absolutisht, që të jesh kryetare e lidhjes, lidhja nuk është individ. Kjo gjë duhet theksuar, nuk është individ lidhja, është shumësi njerëzish. Është shumësi zërash. Dhe normalisht lidhja e Emines. Fakti i një drejtimi nuk presupozon individualizimin, presupozon pjesën e kolektives. Dhe ne pikërisht këtë jemi munduar. Në çdo numër paraqesim në pjesën e parë të revistës, paraqesim poet dhe shkrimtar të ndryshëm. Do të rikthejmë përsëri te ky Emine, po do të kthejmë te nga Elona. Elona, unë i bëra një pyetje kryetarës shoqatës, njeriu që ka bërë 2 libra, njeriu që i ka sjellë qytetit atë që kanë folur më lart, si u lindi ideja për ta ringritur këtë shoqat. Të dyja bashkë, kishin një grup, kush e dha mendimin, kush ishte ajo idetorja që nisi ta hapin e parë. Shiko, në fakt Qimi, në takimin që ndodhi për zgjedhjen e kryetares së re të lidhjes, unë isha e ftuar dhe isha aty posaçërisht për të mbështetur Eminen, një sugjerim i cili na u bëti nga një mik i përbashkët. Fakti që Elizabeta bërë një prezantim të shkëlqyer të Eminesi kritika e arti, aty arriti të fitonte shumë pikë dhe madje edhe besimin tim. Dhe kur u sugjerua emri im si sekretare e lidhjes, se pranova me kënaqësi për ta ndihmuar Eminen, aq më tepër që fillova ta njeh atë nga afër dhe mendova që është vajzë, është femër. Në radhë parë është vajzë e re dhe ka ide shumë të mira dhe është jashtë shumë e përgatitur. Mos harro të thuash se është nëna dy vete. Ajo që më e bukur që mund të ndodh një femër dhe ka bekuar Zoti. Dhe me që dole te kjo pjesë, dua të nënvizoj, madje me shkronjë të mëdha të theksoj që kjo vajzë e vogël në trup, por që mund të më qortoj sepse është shumë e madhe në shpirt dhe në zemër, ka organizuar kaq bukur lidhjen e shkrimtarëve dhe ka krijuar pasi ne kemi prezantuar dhe në ekranin e televizionit apo patjetër dhe ju falenderojmë. Ka dhënë idenë e revistës, ka dhënë idenë e konkursit poetik Ngjyra në Vargje, që prej shumë vite një konkurs i tillë nuk bëhej dhe mori kush ka qenë ideja që ka nxjerrë këtë lloj. Mori emër goxha. Po nuk e di. Bashk, të gjithë bashk. Emilia nuk thot asnjëherë që e bëj unë apo e bën Elona apo e bën dikush tjetër. E bëjmë gjithë bashk. Do të thonë ne bashkëpunojmë të gjithë së bashku. Dhe dua të theksoj Qimi që gjatë gjithë kësaj kohe kur Emineja, të cilën e bekoi Zoti me një djalë të vogël, kishte barkun te buza, edhe në kohën në momenti kur shkonte për të lindur, ajo plotësonte parathënien e librit Ngjyra në Vargje. Dhe kaq dua të theksoj për të dhënë duke sakrificën që bën kjo nënë e re, kjo vajzë e re, për të mbajtur gjallë lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve lushnje. Dhe këtë duhet të vlerësojnë të gjithë njerëzit, po, para se të hapin gojën për të thënë diçka të keqe, të mendojnë që në radhë parë është familjare, është nënë dhe sakrificat që ajo bashkë me të tjerët, por theksoj më shumë ajo, bën për këtë lidhje. Edhe jam krenare që do të pasoj të fjalët e tuaja pikërisht, pasi njerëzit para se të flasin duhet të mendojnë çfarë flasin dhe duhet të dinë me kë flasin. Sinqerisht unë do t'i kthem përsëri te ky Emine, si pritet marrjen e detyrës si kryetare, të cilës i vendosin dhe ca sfida më para se ju të bësh një kryetare. Është pak pyetje do ta them, se gjuhë letërsie. Vendimi nuk ishte i thjesht. Normalisht, lidhja dhe çdo organizat është shumë serioze në momentin që e drejton atë. Pra, për të dhënë produktivitet dhe për të dhënë frytet, normalisht që kërkohet një seriozitet shumë i madh. Si u prita, pa diskutim shumë skeptike. Për disa arsye. E para, çështja imazhologjike sot jep një shije, është preferenca imediate e personave. Pra, të shohin dhe të gjykojnë. Kjo është perceptimi i parë. Si gjithmonë që ndodh me kulturën zakonisht shqiptare. Pika e dytë është mosha ime, për të cilën a do ta realizoja dhe a do ishte mundësia që unë të dilja mirë apo jo. Normalisht skepticizmi ndodh tek gjithë secili prej nesh. Këto dy faktorë ishin ata të cilët të tjerët supozonin në tipin dhe në karakterin tim. Pra, a do t'ja dali kjo vajzë? Puna është ajo që vërtetoi. Përzgjedhja e një kryesie të tillë dhe aq më pak me Elonën në krah,
arritëm që të ideonim me detaje lidhjen që ne kemi sot. Pra duke nisur pak nga pak, gur më gur, derisa u formua gjithë ajo klauzole madhe që lidhja jep sot. Madje tek pak më përpara më përmende konkursin poetik Ngjyra në Vargje. Normalisht është projekti ynë më i madh, pak në të këtyre 2 viteve që ne jemi në kryesi, në udhëheqje. Jo vetëm fasi të pres, jo vetëm projekti i madh ne, po një mënyrë të organizuaris, sikur kish një producent dikushi dhe kishte organizuar në mënyrë prefete që e kanë zëlidhur disa qytete të mëdha që mbahen gjo për letërsinë themin ne. Atëherë duhet kuptojmë diçka që letërsia është vëmendje dhe vëmendje mbi karficat e vogla të specifikimit jep atë lloj organizimi. Pra duke qenë që të paktën ne të dyja jemi mësuese dhe pjesa tjetër e kryesisë është e zgjedhur, gjithsecili proconte nga një gjë të vogël dhe normalisht doli ajo pjesë e imazhit. Ngjyra në Vargje ne vim në 2 vitet për cilën jemi në udhëheqje, vim me çdo vit me përmirësimin nga viti në vit tek pjesa e konkursit. Dhe janë 2 librat, e 2025-s dhe i 2026-s, për të cilën ne sollëm këtë ndryshim. 2025-a konsolidohet vetëm me poetët lushnjar, pra promovimi i poetëve lushnjar të afirmuar dhe poetëve të rinj. 2 ndarje për cilën ne bëm. Ndërsa në 2026-ën ne e hapëm dhe e kaluam jo vetëm në çështjen lokale, por edhe duke dalë jashtë lokalitetit, domethënë me Durrësin, me Fierin, me Rogozhinën, me Beratin, me Vlorën dhe arritëm që të shumëfishonim normalisht edhe dhënien e çmimeve. Pse i theksova të gjitha këto? Lidhja përveç se angazhimeve të veta normalisht me promovimin e librash, me promovimin e të rinjve, me promovimin e librave të cilët vijnë nga poetët e afirmuar, kërkoi diçka ndryshe. Promovimi i librit çdo kush arrin nga shoqatat ta jap atë. Pra promovimin e vlerës, promovimin e barkut, promovimin e individit si individ dhe si qaset ai në kolektivitet apo në komunitet. Nevojte diçka që lidhja të kalonte në jehonën e saj. Ishte pikërisht Ngjyra në Vargje, të cilën ne e definituam edhe këtë vit. Një titull shumë i goditër. Çdo kush posedon një ngjyrë, them unë, në letërsi. Elona posedon ngjyrën e folklorit. Edlira Gorreja, një ndër poetët tona që e kemi dhe në kryesi, posedon ngjyrën që ka një mprehtësi mbi kapacitetin dhe mbi atë që ajo thot në varg. Vargu i lirë, për shembull. Profesor Xhemal Nezha është në të njëjtin vazh të ngjyrës së Edlirës. Pra, në qoftë se ne marrim çdo poet, ai gëzon ngjyrën e vet në vetvete. Dhe ne menduam ngjyra, po ku e shohim? Po në Vargje e shohim, në letërsi. Dhe pikërisht kjo ka qenë ide imi i këtij koncepti semantik. E përmendet pak më parë që thatë në moment që marrë detyrën apo marrë vesh dikush, skeptikët filluan të flasin. Vetëm neja si e priti. Detyrën e një drejtuese të një nga shoqatat më të mëdha në qytetin e Lushnjës, duke thithur elementin e të shkruarit, poetët lushnjar, artistët, ndoshta edhe me gazetarët apo ndoshta me seriozitetin më të madh. Me seriozitetin më të madh e ka pranuar dhe ka marrë këtë detyrë. E vërtetoj ju një dëshmitare. Shiko Çimi, ndjeshe mirë, ndjeshe keq. Patjetër që ndjesha mirë, duke qenë që i njoh aftësitë e mia dhe duke qenë që nuk është rasti i parë që unë përmballem me përgjegjësi, normalisht që e prita mirë. Ndonjëherë njeriu e sfidon veten e vet në gjëra shumë madhore për të parë deri sa shkon. Unë them që nuk shkova, po ne shkuam në vazhdën e një suksesi. Po. Dikush është problemi që kaluar tek ju Elona, pastaj dalim të këto bisedat e lirshme bashkë. Elona, çfarë bëri atë motivin tuaj të bësh pjesë e nismës në këtë shoqat dhe për të bërë dhe si sekretare së shkollaj? Jo, nuk është punë e lehtë faktikisht, por momenti i zgjedhjes së Emines atë ditë ka qenë pak i veçantë dhe mbreslën në kuptimin e fjalës për keq, sepse u bën një debat goxha i thellë. Dhe aty vendosa që kjo vajzë ka nevojë për mbështetje dhe
Përderisa po e luftojnë kaq shumë, do thotë që kjo ka merita shumë të larta edhe nuk e duan. Edhe e kam thënë dhe do i them, do më jem gjithmonë krasaj për ta mbështetur gjithmonë dhe për t'i treguar të tjerëve që cila është kjo vajzë aq e përgatitur dhe që mos se gjykojnë tjetrin vetëm nga pamja, pa i dhënë mundësinë ta njohin nga afër. Ky është problemi i shumicës së njerëzve. Ky është një shqetësim i të gjithëve dhe kjo ndodhi atash pak më parë dhe Emines ku diskutuam pjesën e pyetjeve që ne kishim bashkë. Rëndësi ka që sot Lushnja ka një lidhje me një emër, me një program, me aktivitete të shumta, një mbështetje nga institucionet. Kjo është gjithçka që e bën të ecë kjo shoqat përpara. Gjithsesi, Emines dhe juve gjithë së bashku, mos të kapim në fill tek Eminen, ka një mbështetje edhe mediatike pak në qytetin e Lushnjës, pasi ne kemi promovuar, jo vetëm ne, po dhe shumë televizionet të tjera, kanë promovuar gjithë aktivitetet që keni organizuar. Gjithsesi, Lushnja ka këtë pjesën e hapave të pak të havashme në fillim, por ka një gjë, sfidat e realizohen duke ecur në fund. Pa diskutim. Të bëjnë më të fortë. Shimi, fakti që ne arritëm ta merrnim lidhjen për ta konsoliduar më sakt të tillë, arritëm që ta regjistronim në gjykat. Pra, në kaq vite, në kaq vite që lidhja ekzistonte, ne bëm një hap madhor. Shkuam në zyrë noterie dhe u interesuam se si mund ta ligjëronim këtë lidhje. Pritëm nga gjykata një përgjigje, bëm një kërkesë, në qoftë se kjo lidhje ekzistonte më përpara ligjërisht apo jo. Dhe të cituar është, mundem? Vërehetohet se gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë i është drejtuar zyrës së regjistrimit të OIF-ve në lidhje me praktikitetin e plotë të regjistrimit të OIF-ve me shkresë, e cila ka përcjell vërtetim negativ në lidhje me regjistrimin e një subjekti tjetër me të njëjtin emërtim. Pra, kjo lidhje nuk rezultonte e regjistruar më parë. Dhe unë kam kënaqësinë faktikisht që ne si iniciator dhe themelues, në thonjza themelues, sepse ajo ka qenë themeluar, por themelues juridiksioni, jemi pikërisht një grup të cilët tashmë njihemi edhe të ligjëruar në shtet. Kjo është një sqarim shumë i mirë që ju bë dhe ishte domosdoshme për gjithë teleshikuesit që ne do na ndjekin emisionin Personazhe në Fokus dhe pikërisht edhe për ata poetë, shkrimtar që ta dinë se çfarë është kjo shoqat në Lushnjë. Jemi munduar që t'i japim, siç e specifikuam, një ngjyrë tjetër lidhjes. Kemi sjellë në këtë qytet kaq art, kaq ngjyra, kaq të mirë, kaq të pasur, jemi munduar t'i sjellim personalitete, ju thatë nga Kosova, por jo vetëm, edhe nga Maqedonia, jemi munduar ta zgjerojmë edhe në Maltëzi. Pra, nuk duhet të qëndrojmë vetëm në konceptin e emërtesave në të gjithë shqiptarin. Pra, hapi ynë është i atill që të gjithë të kemi dhe të jemi dhënës dhe marrës. Pra, ne si lidhje shkrimtarëve të gjejmë si motrat e saj dhe të kemi shkëmbëshmëri të artit dhe të kulturës. Cilat kanë qenë aktivitetet më të rëndësishme që ju keni organizuar deri tani? Pasi ju keni organizuar shumë fatikisht, po sepse unë kam qenë pjesë e promovimit të aktiviteteve, por unë dua diçka vetë nga goja e Emines dhe Elonës se kush janë këto aktivitete që ju kanë lënë ato pikante e bukura dhe keni mbar ato fjalët e mira kur ju keni dalë nga kjo sallë, kur ne pikërisht sot jemi në bibliotekën e qytetit të Lushnjës. Jam e lumtur që ju personalisht keni qenë pjesë e aktiviteteve tona dhe do jeni edhe për 2 vite. Pasi vetë vendimi është për 4 vite që kryesia qëndron me të drejtë rizgjedhjeje edhe 4 vite. Pra, 2 vite kanë kaluar, jemi edhe 2 vite pjesë të udhëheqjes. Dhe jam e lumtur që do na ndiqni përsëri në aktivitetet e tjera. Siç u theksova edhe pak më lart, promovimet janë anë promovuese që vetë lidhja e ka synimin dhe shkon tek afër shpirtit dhe mendjes së poetit. Aktivitet për cilën ne nënvizuam si jehonik do ta thosha unë, është aktiviteti Thuaja Rini, ku 120 nxënës të shkollave të mesme, përfshirë vetëm klasën e 9 dhe shkollën e mesme, respektivisht klasën e 9, 10 dhe 11, arritën që të konkuronin me njëri tjetrin me poezi, në prozë dhe në ese.
Klasat e 9-ta kishin ese për të zhvilluar me temë adetare, klasa e 10, e 11 dhe një pjesë të 12-ës ishin të specifikuara në poezi. Ndjekse e pjesës së poezive dhe e korrigjimit të tyre, duke parë nga matematike, duke parë sa i qëndronin anës konceptuale dhe sa qëndronin tek pjesa e metrikës, normalisht u mor Elona dhe disa të tjerë që ishin pjesë e jurist. Dhe në këtë lloj forme i dham qytetit një mesazh sa e rëndësishme është sot të shkruash letërsi përballë një teknologjie dhe përballë disa mjeteve siç është ChatGPT-ja, ku arrim të shikojmë a është vargu identitet vetjak apo është identitet kolektiv i marr apo i kopjuar në formën e plagjaturës. Një problem shumë serioz kjo. Plagjaturës, unë kam një pyetje brenda këtyre bisedave tona, megjithëse jeni të dyja dhe shkrimtare, si shikoni plagjaturën, sepse plagjatura është te mase tani tek ta shkrimtarët që në thonjza vetveten e plotësojnë duke thënë vetes që shiko, unë jam shkrimtar dhe jam dikush, po në krau tjetër të gjithë shkrimet sipas ju që jeni shkrimtarë apo shumë shkrimtarë të vjetër që janë në qytetin Luqë, që shpesh këta lloj shkrimtarësh marrin plagjaturat, marrin nga interneti, marrin nga lloj sot është sistemi teknologjisë shumë i përparuar dhe sot na bën shkrimtar. Meqenëse ju në kryetar shoqatë keni diçka për të thënë me këtë, se kjo është më specifike, dhe më pikante sot. Në dy librat e mi që li, prolepsa dhe aksiologjia semantike trajtoj pikërisht anën e fokusuar tek kritika. Pra, në momentin që një vepër letrare lexohet, shihet ana e brendshme e saj, ana skeletike, ana formale dhe ana përmbajtësore. Në momentin që plagjatura merret si një mundësi ose si një përvetësim, ne si kritik apo ne si një dhe lexuesi aktiv arrin ta dallojë. Si arrin ta dallojë? Në momentin që lexon shumë, vargjet mund të dominojnë tek pjesa e akustikës. Lexon dhe kujtohet ku e ka lexuar. Nga ana tjetër, si mund të gjendet aspektet e plagjaturës? A ka luçja të tij? S'kan si emra. Absolutisht. Personazhe besoj se mund të gjenden, si në Lushnjë ashtu edhe në të gjithë Shqipërinë. Gjithmonë ka individ të cilët nisun nga dëshira e mirë, çdo kush e bën nga dëshira e mirë. Kjo duhet theksuar. Nisun nga dëshira e mirë për letërsinë, nga emocioni, por nuk di ta shpreh atë dhe ta artikuloj, mundohet të gjejë referenca të ndryshme. Mos realizimi i këtyre referencave poshtë, pra tek librat shkencorë zakonisht në momentin që shkruhet vendoset në referenca ku e ke marr. Këtë gjë ja jap edhe këshill të gjithë atyre që na ndjekin që qoftë edhe një varg ku ne e marrim, duhet ta specifikojmë qoftë tek klapat, por qoftë edhe tek pjesa e poshtme e librit. Marr ose cituar për shembull nga Elona Tabaku, cituar nga Emine Boriçi. Pse? Sepse edhe një varg i marr quhet plagjatur dhe nuk i atribuohet atij që shkruan, por i atribuohet atij që e ka krijuar atë varg. Plagjatura është diçka për cilën njeriu mund ta rrëmbej, mund ta marri dhe ka të zorshme pastaj ta lëshoj. Aty ku mendohet që është një ndihmë, aty është dëmtimi më i madh. Patjetër që ka. Ne falenderoj që i shpjeguat për ata që do ta dëgjojnë këtë emision, për ata që do jenë pjesë apo për ata që janë skeptik në lidhje me këtë pjesë, që Eminia, si kryetare e shoqatës dhe si shkrimtare, e shpjegoi bukur, pastër dhe pa gabime, do ta thosha, për të mësuar të tjerët se si shkruhet. Dhe për të kthyer te Elona, keni diçka për të thënë për të çka Eminia përsëriti pak më parë? Unë e kam konsumuar këtë temë. Ku jemi në takime, se kam marrë që i dhe çik. E kam konsumuar këtë temë ju edhe në intervistën e parë, edhe nuk jam shumë dakord faktikisht me këtë pjesën e plagjaturës, qoftë edhe për ndihmë, sepse sado që ti do e gëzosh atë poezi ose atë krijim, ai nuk është i joti. Mund të marrë vlerësime, komente, vlerësuese nga të gjithë, por nuk besoj të shijoj aq shumë sepse nuk është krijimi yt. Se shpesh herë Elona, thash, unë ka pas fatin që kam qenë në aktivitetet e juaj dhe shoh që ju jeni pjesa më kritike në lidhje me këtë pjesë. Edhe Eminia, patjetër që po, dhe shumë
shkrimtar të tjerë, si është zoti Nezha, e tjerë që janë pjesë e lidhjes së shkrimtarëve këtu në qytetin e Lushjes, që shpesh herë na thonë dhe ne kur promovojmë me dashje apo pa dashje që na vinë personazhe të ndryshëm për të dalë në promovimet e librave, na thonë është ne me të, ku e gjeti ajo, ku e solli këtë. Dhe sepse ju jeni poetë dhe ju I kapni këto. Ne jemi gazetar, bëjmë profesionin tonë në gazetari. Problemi më I madh I fakti që përdoret inteligjenca artificiale për krijimin e një poezie apo proze, qëndron në faktin sepse mua për shumë më dhëm fakti që është hapur shumë edhe të rinë për përdorin jashtë mase këtë pjesë dhe nuk dallohet kush është I sakti dhe kush është I gabuari. Dhe ka raste që kemi qenë dëshmitare bashkë që dikush që krijon një poezi të bukur, akuzohet nga dikush tjetër që është me inteligjencë artificiale, ndërkohë që fare mirë mund të dëshmohet nga dikush tjetër që gjysma e asaj poezie është krijuar në klasë. Domethënë unë e kam parë personin duke krijuar këtë poezi, ndërkohë që në një vlerësim të dikujt tjetër është thënë që kjo poezi është bërë me ChatGPT, sepse nuk është në nivelit. Edhe kjo më dha më shumë, sepse më futen të tërë në këtë vorbull. Një njeri që është I përgatitur akuzohet për ChatGPT. Edhe kjo më dha më shumë. E di që je kritike për shumë gjëra, po do të bëj edhe një pyetje tjetër. Si shikon një pjesë të shkrimtarëve këtu në Lushje që shpesh lavdërohen me ça të rreme, I themi në thonjza që jam ky, jam ai. A keni një këshill drejt për drejt me që se jemi? Ka qëndron fakti çimi që miza të ngatrohet me bletën. Por çudia më e madhe është kur grezza I quan vetëm blet. Edhe kjo është pak e dhimbshme, kështu që Mitë min, Elona është e drejt për drejt, ashtu si edhe Minea, këto janë vajza që I ka dhënë shumë qytetit Lushës me poezit e tyre, duke qenë të drejt për drejta, ashtu si sot janë me ju, këto në të tilla raste janë dhe në aktivitetet që promovojnë në qytetin e Lushjes. Por, gjithmonë disa shkrimtarë në thonjza ngelin skeptik ndaj këtyre dy zonjave të nderuara që drejtojnë, nuk është kollaj. Sot imazhi I një femre të drejtojë është skeptik për njerëzit që gjykojnë lart poshtë rrugëve të gjitha me radhë. Këto janë dy zonja të nderuara, kanë dhe një staf të mrekullueshëm pas që organizojnë dhe promovojnë vlerat e një qyteti. Sot ka ardhur çdo kush, ashtu si dhe misioni jon, personazhe në fokus, sjell personazhe të ndryshme, secili në detyrën dhe në jetën e tij të përditshme. Për të kaluar te pyetja tjetër, tek ju jemi ne, se gjithmonë Shkopinje thotë sillet gjithmonë mbi xhez, po sillet edhe tek ai që është I parë. Kështu që ju jeni e para. Si u prit krijimi I kësaj shoqate në Lushje, në komunitet, në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj, apo edhe ata shkrimtarë skeptik, apo shkrimtarë që u kanë mbështetur juve? Fillesat janë gjithmonë të vështira për të vërtetuar ato që di, apo ato që je jaft të bësh. Normalisht që, siç e thash edhe pak më përpara, skepticizmi ishte pjesë e parë e gjës për të cilën ne ndërmorëm. Dal nga dal filluam që të promovonim poetët e afirmuar dhe poetët e rinj. Paradoksale që mi është diçka që në momentin që gjykohesh jo si emine tashmë, por gjykohesh si pjesë e organizimeve që mund të bësh, pra pjesë e STR-s, aty zhbëhet edhe pjesa e gjykimit, momentin që del produkti. Dhe unë besoj që produktin e kemi dhënë. Pra, më ndihmon Elona, rreth 19-20 poet të reklamuar prej nesh, pra të promovuar prej nesh, ngjyra në vargje prej 2 vitesh sapo e kemi marrë në një projekt ashtu siç dhe juve e sqaruat, ndërkohë edhe projekti I të rinjve thuaja rini. Pra, produkti nga lidhja e shkrimtarëve është dukur. Mos harrojmë edhe çajin poetik. Çaj poetik ishi I fundjavës. Pasi është kënaqësia më e madhe, po. Për të njohur shkrimtarët me njëri tjetrin, po, poetët dhe shkrimtarët me njëri tjetrin. Është diçka e veçantë, jo të gjithë mund ta promovojnë këtë. Disa orë të bukura në shoqëritë e njëri tjetrit dhe me letërsi. Shumë është një diçka që unë kërkoj që ju këtë ta vazhdoni, mos e ndërprisni, pasi ajo pjesa aty mbledh
shkrimtar, poet, artist të ndryshëm që bashkë bisedimi tyre sjellin elemente të rinj. Dhe kjo është diçka që është për të përshëndetur. Edhe ide të reja. Kalojmë te pyetja tjetër, sa e rëndësishme është për ju pjesëmarrja e poetëve dhe shkrimtarëve nga qytetet e tjera ku Kosova, diaspora është pjesë e promovimeve të juaja? Patjetër, shkëmbëshmëria që ne kemi midis njëri tjetrit, nuk përbën krahasimin e letërsive, duhet të theksuar, nuk përbën krahasimin e poetëve me njëri tjetrin, sa të mirë janë dhe sa jo të mirë janë. Letërsia ka një unitet tjetër, çdo kush është i mirë në vargun e vet, përveç plagjaturës. Në këtë lloj aspekti ne ndajmë kënaqësitë e njëri tjetrit, ne ndajmë botën tonë me të tjerë. Dhe normalisht lidhja që ne kemi krijuar, qoftë me qytetet brenda Shqipërisë dhe jashtë saj, kemi bërë të mundur që të mblidhemi për kënaqësinë e poezisë. Për të kaluar, pasi do kaloj te Elona, ai çaj poetik. Mos është vallë një shkëmbi që mbledh këta poetët dhe shkrimtarët dhe artistët dhe për të shprehur atë që ata kanë me vete dhe për të shkruar për të vazhduar të veprimtarinë e tyre? Patjetër, shkëmbëshmëria është gjithmonë e rëndësishme në madje për nivel të çaj poetik. Të gjithëve. Eminesë. Gjithmonë gjëra të reja. Se pikërisht gjithmonë gjëra të reja. Nuk shterojeni. Inovacioni. Elona, ju keni diçka për të thënë? Unë do të theksoja se pak më parë në pyetjet e para e lam pa cituar faktin që kemi bërë të mundur marrjen e bulës origjinale të lidhjes për të ruajtur kështu origjinën. Po, origjinën e saj, do të për të shkëputur nga pjesa e unionit. Kemi marrë bulën origjinale të lidhjes që ka qenë që në kohën e mëparshme. Këtë do të theksoja. Tani do të kalojmë një pyetje që ju e keni profesionale. Si arrini të balanconi profesionin e mësueses, angazhimin në letërsi dhe kulturë, kryetar shoqatës, drejtori një shoqatë, angazhimi familjar pasi jeni të dyja nëna. Dashuria e madhe për letërsinë. E gjen, e jep mundësinë. E jep gjithmonë një njeri kur e ka në zemër letërsinë e gjen gjithmonë kohën. Si përballon Elona? Unë e kam pak më të vështirë se të tjerët, sepse këtë pjesën që shumica e njerëzve përfiton kohën e mbrëmjes së darkës për të ulur, për të biseduar me muzën e vet, mua më pengon pak fakti që nuk mundem të punoj dot natën nga pjesa e syve sepse kam shumë të lodhshme, por midis gjumit të drekës dhe disa punëve të tjera, gjej mundësi për të biseduar me muzën time. Çdo kush lodhet në periudha të ndryshme kohore. Të shkruash Elona? Shikom, unë them që se jeni me 5 libra të nxjerrur në treg. Varet për çfarë shkruan. Nëse unë shkruaj për poezinë, nuk e kam fare të vështirë. Nëse unë për shembull dal pak nga fusha ime, për shembull, unë kam bërë dhe krijime për fëmijë. Kur unë shkruaj për fëmijë kam shumë siklet, madje diskutova dhe dje me Eminen, e kam shumë të vështirë në faktin që kam shumë përgjegjësi, sepse duhet përmbajtja, duhet tema, duhet mesazhi, edhe është për fëmijë, duhet vendosësh veten në nivelin e fëmijës. Por kur shkruaj për të rritur, për shembull që aty jam vetvetja, nuk e kam të vështirë as pak. A ka prit profesionin me poezinë? Jo gjithmonë. Emine, të njëjtë pyetje që i bëra Elonës do të them tek ju. Është e vështirë? Absolutisht. Që një kryetare shoqate, një mësuese gjuhë letërsie, një shkrimtare, duke mbajt një familje, duke mbajt një organizim modern që ju bëni gjithmonë takime fundjavës, takime të përditshme, me gjimnazistë, me klasat e nënta, ju krijoni një mori takimesh, si përballoni arritjet? Do të thashë që kjo është një pyetje retorike. Për sa i përket pjesës së parë të pyetjes, si lidhet letërsia, domethënë si lidhet mësuesia ime me lidhjen. Duke qenë që jam mësuese gjuhë letërsisë, që më përket letërsia në vetvete, normalisht që kur mbaroj punën dhe vi në lidhje, nga letërsia shkoj në letërsi, nga poezia shkoj në poezi, nga vargu shkoj në varg. Angazhimi i kohës, dëshira për të marrë për me letërsi. Patjetër që po. Patjetër që po që lidhen të dyja së bashku. Angazhimi kohor, duke angazhuar me detaje çdo aktivitet timin, arrij që nga pak t'i jap gjithçka, çdo pjesa. Çfarë vendi zë krimtaria juaj personale në këtë rrugë?
Krijimtaria ime personale nuk zë një domethënie shumë të madhe për sa i përket lexuesit të thjeshtë. Jo, do të themi diçka june. Se ne gazetarët jemi se ne do jemi çik gacmues që ne të themi kush është Eminea, të nxjerrim Eminea, kush është në të vërtetë ato vargjet e veta, ato shkrimet e vete, ato produktin e ditës. Eminea nuk shkruan vargje, Eminea merret me studimin e vargjeve. Që do të thotë, në qoftë se tek poezit, specifikisht me qenë se kemi dhe në emision Elonën, Elona shkon tek të gjithë, Eminea rezervohet të shkojë tek të gjithë. Eminea përzgjedh. Aty ku letërsia është shumë e mirë, Eminea merret. Pra, kritika supozon të marri atë çka është më e mira ndër të mirat. Dhe kam zgjedhur pikërisht pjesën e kritikës, letërsia është një lërshësi marrjesh të veprimtarisë së saj me pjesën e poetikës, qoftë kritika, qoftë vargu, qoftë novela, qoftë romani, dhe normalisht të shkruash nuk është e thjeshtë. Ashtu siç Elona po thoshte që e kam të thjeshtë pjesën e vargut. Jo çdo herë mund të jetë e thjeshtë, sepse është marrja e muzës, ku është muza. Neve na vjen në forma të ndryshme, pra dikush në vetmi, dikush në periudhën e drekës, dikush në tingujt e muzikës, dikush në vetmin e vet. Dhe normalisht kritika nuk merret me pjesën emotive të brendshmes, merret me pjesën e reales. Aty ku muza e ka thirrur Elonën për të shkruar vargun, mbi veten, mbi bashkëshortin, mbi fëmijën, mbi nënën, mbi babain, mbi dashurinë, mbi konceptet ekzistencialiste, Eminea tashmë dhe çdo kritik shkon nuk sheh më anën emotive, por sheh anën e objektivitetit mbi atë varg. Elona, rrugtimi, si përzgjidhje. Shiko, është e vështirë, Çimi, sepse duhet një punë shumë e gjatë për të përzgjedhur materialet e tua që ti çosh drejt një botimi. Dhe siç e quajnë shumë herë dhe poetë të tjerë, jo vetëm unë, që poezit janë si puna fëmijë dhe nuk ndahen dot. Domethënë të tëra të pëlqejnë. Edhe prandaj duhet edhe hyn këtu në mes roli një redaktori të mirë për të ndihmuar poetin që të përzgjedhë veprat apo poezit më të arrira që të finalizohet në një libër. Ky është rrugtimi që ka zgjedhur Elona deri tani? Po. Po. A ke përçuar fjalën që ti kërkon të nxjerrësh nga shpirti? Shumë herë. Ke arritur? Në vetveten time po, tek tjerët nuk di se ka arritur. A ke marrë ndonjëherë komente nga lexuesit që kanë lexuar librat e juaj? Komentet i kam marrë nga rrjetet sociale, dhe më kam bërë përshtypje poezi, për shembull që unë i quaja jo shumë të arrira në nivelin ndërtimor figurativ, ku më thonin shumë persona që gjej veten, ose sikur e ke shkruar për mua, dhe këtë vlerësim më të bukur që mund marr. Emine, ju ku e gjeni veten? Për të shkuar në të gjithë këto aspekte. Në kritikë. Në të gjitha vendet. Në kritikë. Eminea shkudo. Shumë përgjigje e saktë dhe e plot. Cilat janë objektivat dhe projektet që synojnë të realizohen në të ardhmen? Projektet normalisht traditën e formuam. Ngjyra në vargje do jetë aq sa neve normalisht të jemi pjesë e udhëheqjes, dhe do më pëlqente që kjo traditë edhe pas 4 vitesh të vijonte. Të formososh diçka, do thosha jo nga hiçi, por të mirë menduar, do na vinte keq që të zhbëhej, të rinte thjesht si një memorie më pas. Projektet e së ardhmes ndonjëherë janë më mirë që t'i mbajmë më vete dhe t'ju japim kur të vi momenti i duhur. A ka një projekt që Eminea tashmë ka futur në filozofinë e saj për ta hedhur në letër dhe për ta bashkëbiseduar me atë stafin tënd që do jetë më i veçantë të veçantave këto 2 vjet, pasi ju kam përmendur edhe pak më lart që keni sjell evente shumë të veçanta për qytetin e Luçës pas kaq vitesh që ka qenë një organizatë apo një shoqatë apo një union çka ka qenë në qytetin e Luçës. Ju për këto 2 vite keni sjell projekte që kanë lënë bresa te qytetarët e Luçës, po dhe më gjërë. Projekte kemi. Idealizimi i tyre do kalojë në prakticitet së shpejti. Kjo është vetëm kaq, tani, ta lënë këtu.
Po, Po mos zbuluar asgjë më shumë. po. A keni marrë ndonjëherë vretje apo sugjerime apo kritika të ashpra apo lavdërime do të thosha që bravo qoftë që ju keni bërë këtë gjë për qytetin e Lushnjës. Atë kritikë unë i bëra dhe Elonës pak. Ne jemi të hapur për çdo sugjerim. Si ndjehet Unë, si jemi ne, dhe e gjithë kryesia për cilën ne jemi me njëri tjetrin, normalisht pranojmë sugjerimet dhe këshillat e secilit. Duart rokitjet i kemi dëgjuar, edhe kritikat e ashpra kemi dëgjuar, por e rëndësishme është që vijueshmëria jon nuk na ndal përpara asgjëje. A keni mbështetje institucionale këtu në qytetin e Lushnjës? Po. Dhe besoj se bashkëpunimet të tilla do vazhdojnë. A keni bashkëpunime me institucionet shkollore arsimore në qytetin e Lushnjës? Po, e kemi dëshmuar tek thuaja Rini, me zyrën arsimore. Normalisht vjen si kanalizim nga Bashkia e Qytetit të Lushnjës dhe në këtë rast hapësirën që të falenderoj te kryetaren e bashkisë, zonjën Erisilda Sefa, që na ka mbështetur gjithmonë në aktivitetet tona kulturore. Ka qenë gjithmonë me ne aty ku ne kemi bërë aktivitete të ndryshme. A janë qytetarët e Lushnjës artë dashës dhe kryus? Kanë filluar ta duan, të rizjohen nga një gjumë që i kishte kapluar. Elona, ke diçka për të thënë për dashit lushnjarë dhe për shkrimtarët dhe poetët, sepse ju gjithmonë keni pak ato të hedhura si me pikatore, po ato pikatoret e tuja kanë në i krim zgasmimi nga brenda. Jo, unë do doja t'i bëja ftesë të gjithë të rinjve që na bashkohen. Dyert tona janë të hapura për këtë. Për të bashkuar në lidhjen tonë. Për poetët e rinj, për shkrimtarët e rinj, Po, mos ngurojnë, për artistët e rinj. mos ngurojnë siç kam nguruar unë dikur. Dyert tona janë të hapura për të gjithë të rinjt, edhe janë të mikë pritur që të afrohen dhe të paraqisin krijimet e tyre. Para se të kalojmë tek mesazhi juaj i fundit të emisionit, do doja nga Eminia, a keni diçka tjetër që doni ta ndani sot me shikuesit e emisionit Personazhet në Fokus, pasi gjithë përvoja juaj në letërsi, në shkrime, në shkolla, në ambiente, Eminia të do të ndaj si një diçka të veçantë që është e mirë dhe për ata që na dëgjojnë, por edhe për ata që ju keni qenë prezencë kur ka ndodhur të tilla raste që Eminia qëndron e gjithanshme. Të shkruajnë që me sa më shumë të lexojnë, aq më shumë këtë e kam për të rinj. Sa më shumë të lexojnë, aq më shumë dritare të reja hapen tek pjesa e letërsisë. Çfarë dua të ndaj unë? Ju në vetvete në të gjitha pyetjet e rezauruara kishte ngacmime të ndryshme dhe kaluat si një lloj shpërhapje në të gjitha gjërat. Çfarë mund ta përmbledhun vetëm me një fjali, lexoni, 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 sepse me anë të leximit krijohet bota që ne sot jemi dhe këtu në bibliotekë, krijohet bota e dijes. A janë të hapur dyert e shoqatës tuaj? Patjetër që po. Çfarë kërkon shoqata ju? Çfarë elementi? Elementin e të sinqertës dhe elementin e një leximi specifik. Për të tjerat, pastaj normalisht ndodhin dhe bashkëpunime, ka dhe bashkëpunime. Madje doja të ndaja me ju për një nxënës për t'i ruajtur identitetin, nuk po e them emrin, një nxënës të maturës shtetërore që është këtë vit, së shpejti vjen me një botim libri dhe mu drejtua si mësuese dhe jo si kryetare e lidhjes. Më tha Zysh, mund të më shikosh pak pjesën e poezive? A janë këto poezi për të botuar? Dhe nga pyetja e tij kuptova shumë. Kërkon nxënësi, kërkon i riu për të ditur në çfarë niveli është. Dhe normalisht atributin e atyre poezive i ndava në kryesi dhe kryesia do japi një mendim specifik duke qenë që janë pjesë e letërsisë dhe pjesë e studimit të letërsisë për të arritur në një përgjigje definitive. Pra, ka nxënës që lexojnë, ka të rinj që lexojnë dhe kërkojnë. Dhe ne pikërisht jemi këtu për t'i mbështetur këta të rinj dhe për të çuar vazhdën e letërsisë ashtu siç ne na kanë udhëhequr mësuesit tanë apo modelet, sepse çdo kush ecën me një model sot. Dhe modeli më i mirë është mësuesi i apasionuar apo dikush që të orienton drejt një dijeje. Kush janë mbështetësit tuaj? Personal, librat. Ose jemi ne. Kush janë mbështetësit tuaj në gjithë veprimtarinë tuaj? Mbështetësit, pa diskutim familja ime. Familja ime për të cilën për familjen. E falenderoj shumë bashkëshortin tim, për të cilën gjithmonë më është përgjigjur pozitivisht. Eminia po njihet sot në Lushnjë për gjatë këtyre 2 viteve, por së bashku me bashkëshortin tim, Eminia është në Kosovë, në Maqedoni e mëtej. Më vjen mirë që
një mike e përbashkët me Elonën më ka thënë diçka që ka ardhur koha që Eminenta njohi qyteti i saj, pasi shumë qytetet të tjera e njohin përveç se qytetit të saj. Dhe duke qenë që mu dha atributi për të bërë kryetare e lidhjes, besoj se jam njohur nëpërmjet aktiviteteve të mia. Fjalët ndonjëherë krijojnë boshësi. Veprimtaria është ajo që ngel si produkt. Për të kaluar mesazhi ju i fundit, të kthehemi Elonës. Elona, ju, mbështetsi. Mbështetja ime më e madhe familje. Në veçaj dikë në familjen time është motra ime. Ky është rrugtimi? Ajo ka qenë iniciativa e parë, ajo që më ka dhënë shtysën e parë që unë të nxjerr në jetë librin tim të parin dhe më ka ndihmuar dhe mbështetur në çdo hap që kam hedhur. Pastaj vjen dhe bashkëshorti që më ka ndihmuar dhe mbështetur dhe ai shumë, madje dhe ka financuar. Se tani të flasim të drejtën, është një pjesë e jetës. A ka Elona në një projekt tjetër që kërkon ta ndaj me shikuesit, po gjys projekti, projekt të plot, një thënie e mirë, apo një thënie e gabuar diku? Thënie e mirë, thënie e gabuar, njerëzit, unë jam munduar çimi, më ka edukuar babai që të nxjerr nga goja fjalë të mira, sepse të shesësh shkripësh e ka kilën e lirë, mjalti është i shtrenjtë. Dhe të mbahemi mend një ditë për mirë dhe jo për keq. Do lodhemi, një lloj do lodhemi, si fjalët e këqija të zgjedhim dhe fjalët e mira kur flasim lodhesh. Të zgjedhim fjalët e mira që ndoshta nuk mund të ndihmojmë njëri, nuk mund t'i bëjmë mirë, por paktën nuk i vrasim, nuk i lëndojmë. Dhe fjala e mirë është ajo që shëron shumë zemra. A ke diçka të ndash me publikun sot për emision Personazhe në Fokus? Shpresoj se së shpejti do ndryshoj rrjedhën e krijimtarisë time dhe mund të paraqitemi me tregime ose novela. Kjo është gjithçka e thënë? Për të kaluar te mesazhi i fundit, të kalojmë te Emineja dhe tek ju pastaj për ta mbyllur emisionin. Po, dua të shtoj edhe një falenderim të veçantë për ju personalisht që më keni zgjedhur dhe mbështetur në krijimtarinë time për të më promovuar. Dhe ju falenderoj shumë, madje edhe televizionin Apollon. Falenderim i veçantë i takon familjes time që më ka mbështetur në çdo hap. Gjithashtu do të falenderoj edhe Eminen, që në këtë rrugtim kaq të gjatë, barrën më të madhe të gjithë punës së lidhjes, e ka mbajtur ajo mbi supe, duke mos më rënduar mua. Populli thot një fjalë. Gjithmonë ëmbëlsira ngelet për në fund, dhe mesazhi më i madh ngelet ju si edhe si kryetare e shoqatës të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të qytetit të Lushnjës, për të dhënë atë mesazhin e fundit, çfarë është për ju shoqata, çfarë është për ju qyteti, çfarë është për ju pjesëmarrësit në këtë organizat, çfarë është për ju shkrimtarët, çfarë është për ju artistët, çfarë janë për ju ata nxënës që i keni të përditshëm aty para tavolinës ku një mësuese e sjell të mirat dhe vëzhgimet e përditshme në jetën reale, aty ku ju keni hedh hapat e para në pasionin, jo vetëm të gjuhë letërsisë si një nxënëse, por një studente, sot një mësuese, sot një kryetare shoqate dhe një shkrimtare, një kritike. Lindur, rritur dhe martuar në Lushnjë, një vimësi për të cilën qyteti për mua është shumë, Lushnja është shumë. Pra, duke qenë që jam dhe vajzë lushnjare dhe i gjithë shkollimi im dhe dhënia e dijes që përcjell dijen në këtë qytet është në Lushnjë, do thotë që lidhja ka një vend specifik në veprimtarinë time personale, qoftë profesionale, por qoftë edhe shpirtërore. Lidhja normalisht e para është shpirtërore, për të specifikuar pikërisht gjenezën të riun që të eci përkundrejt lidhjes derisa të shkoj tek poetia e firmuar ose te shkrimtari e afirmuar. Ashtu siç e dieshmja, unë isha një nxënëse e shkollës 18 tetori, sot një mësuese e këtij qyteti. Pra, vimësia e të rinjve është synimi im, synimi i lidhjes. Poetët e afirmuar, pa diskutim, ne me njëri tjetrin shkëmbejmë, ashtu si përcitova, ne shkëmbejmë me njëri tjetrin, emocionin, përcjellim emotivitetin, përcjellim dijen në momentet caktuara, por i riu është ai i cili duhet të mbështetet. I riu është ai i cili duhet të trokas dhe dyert t'i hapen për të qenë e nesërmja e këtij qyteti dhe normalisht e këtij vendi. Të dashur miq, tashmë tham gjithçka. Tashmë ndoshta të dyja zonjat
diçka ka mbetur pa u thënë për të lënë radhën një emisioni të ardhshëm. Duhet të falenderoj të dyja zonjat, Emine Boriçin dhe Elona Tabaku, Kënaqësi. që ishit pjesë e kësaj mbrëmje në televizionin Apollon në emisionin Personazhe në Fokus. Sodhet gjithçka nga jeta juaj, sodhet gjithçka nga shoqata që ju keni nisur një rrugtim prej 2 vitesh dhe i keni sjellur qytetit të Lushnjës atë çka unë thash më lart, talente të rinj, shkrimtarë të rinj, poet të rinj, një pemë të bukur të ndërthurur me natyrën, por dhe me shpirtin tuaj shkrimtarësh dhe poetësh. Gjithçka ishte për ju. Gjithçka realizuam për të thënur që Lushnja, një qytet i vogël, po sjell çdo ditë talente të mëdha. Falenderoj Eminen dhe Elonën. Faleminderit juve. Falenderoj. Për të thënë përsëri do jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Por gjithçka me gjëra të reja ashtu si Emineja dhe Elona dhe vetë stafi juaj dini t'i sillni këtij qyteti. Faleminderit që ishit me ne sonte. Mirupafshim në një takim të një shtune tjetër me personazhe të tjera. Me mua, me Eminen dhe Elonën, u falenderojmë dhe themi të kaloni një natë të këndshme në valët e televizionit Apollon.